Historia e komplimentit që ndezi lojën, ese mbi perceptimin, fuqinë e fjalës dhe dramat në Big Brother. Në ambientet e Big Brother Kosova, çdo fjalë ka peshë të dy fisht. Ajo është e regjistruar, e analizuar dhe më pas interpretuar nga banorët, nga produksioni dhe nga publiku jashtë. Një frazë e thjesht, e thënë në momentin e duhur, mund të marrë jetë të vetën dhe të kthehet në kapitull të tërë dramatik. Kështu ndodhi kur Ludo i tha Dolces, a nuk mujti para praimit limi me unda me ty? Çfarë klasi je ti? Super bukuroshe, super bombe femër. 1. Çasti dhe rëndësia e tij, në fillim duket thjesht një pyetje dhe disa komplimente. Por çdo fjali ka kontekstin e saj emocional dhe narrativ, veçanërisht brenda shtëpisë së Big Brother. Pyetja për limit nuk është thjesht kurreshtje, është reflektim mbi sjelljen dhe ndjenjat e tjetrit. Superlativet nuk janë vetëm vlerësim fizik. Janë indikator të fuqisë narrative, të asaj që Dolces i jep rëndësi në lojën e brendshme dhe në mënyrën se si e perceptojnë të tjerët. Ky çast nuk ndodhi në vakum. Ishte një pikë kthes psikologjike, një moment ku fjalët e Ludos nuk thjesht u dëgjuan, por filluan të ndikojnë në dinamikën e gjithë shtëpisë. 2. Kompleksi i komplimentit, kur Ludo e quajti Dolcen super bukuroshe, super bombe femër, nuk ishte thjesht një përsëritje e zakonshme e vlerësimit fizik. Ai po kategorizon ndikimin e saj emocional dhe social. Bukuria këtu është fuqi, por jo e thjesht, për produksion dhe publik, ajo është një element narrativ që mund të ndezë tensione, rivalitete dhe perceptime të ndryshme. Në këtë ese, bukuria nuk është pamje, është instrument i lojës psikologjike që ngre pyetjet e të tjerët. Kush do të reagojë? Kush ndjen xhelozi? Kush e sheh këtë si një kërcënim? 3. Përplasja midis komplimentit dhe pyetjes retorike, a nuk mujti para praimit limi me unda me ty? Këtu pyetja retorike nuk është thjesht provokim. Ajo vën në pa ndjeshmërinë dhe historinë e mundshme emocionale brenda shtëpisë. Publiku e sheh këtë si tension. A ka marrëdhënie të pashprehur, a ka lojë strategjike, apo thjesht perceptim të situatës? Në këtë pikë, një koment i thjesht kthehet në kapitull të plot emocional, i cili vazhdon të shqyrtohet dhe interpretohet gjatë gjithë sezonit. 4. Ndikimi tek Dolces dhe limit. Nëse do ta shinim këtë moment nga brendësia, Dolces i lind një ndjenjë përzierje, krenari për vlerësimin, presion për të ruajtur imazhin dhe frikë nga interpretimet e të tjerëve. Limit, nëse e dëgjon pyetjen, mund të ndjejë se po analizohet dhe gjykohet nga banorët, duke u përfshirë në lojën psikologjike edhe pa folur. Ky është tensioni i reality show-ve. Ndjenja dhe perceptimet e çdo banori ndryshojnë rrjedhën e lojës dhe publiku jashtë sheh vetëm fragmentin. 5. Lojrat e produksionit. Produksioni nuk shpik fjalët, por vendos se si ato prezantohen. Kamerat fokusohen në personazhin e duhur në momentin e duhur. Montazhi rrit dramatizmin e fjalëve. Përzgjedhja e pamjeve krijon një histori të besueshme, edhe nëse fragmentet janë të shkurtra dhe pa kontekst të plot. Në këtë mënyrë, ajo që duket si një koment i rastësishëm, shndërrohet në pika kthesore të sezonit. 6. Publiku dhe jehona jashtë shtëpisë. Kur pamjet dolën jashtë, komentet filluan të shpërndahen në rrjetet sociale. Kush është më e bukur? Kush ka ndikim real në lojë? Kush e manipulon situatën? Çdo fjali u kthye në diskutim, analizë dhe spekulim, duke i dhënë edhe më shumë jetë fragmentit fillestar. Publiku nuk sheh vetëm fjalët, ai krijon narrativën, dhe kështu momenti i Ludos u bë një kapitull i gjallë i diskutimeve publike. 7. Kompleksi i superlativëve, super bukuroshe, super bombe femër, këto nuk janë thjesht tituj, ata ndërtojnë mitin e personazhit, që është një përzierje bukurie, karizme dhe fuqi dramatike për të tjerët brenda shtëpisë. Kjo është sfidë, si ti përgjigjesh një personi që duket ka fuqi narrative të përforcuar nga vlerësimet. Në këtë mënyrë, një koment i Ludos nuk është thjesht kompliment, është instrument i lojës emocionale, që ngre xhelozi, admirim dhe reflektim. 8. Efekti psikologjik. Banorët brenda shtëpisë nuk jetojnë në izolim nga perceptimi i tjetrit. Çdo fjali e thënë, çdo kompliment ndikon. Frikë për reputacionin, presion për të performuar ose për të mos u dukur dobët, ndjenja e pasigurisë ose krenarisë. Dolces, për shembull, mund t'i lindë vetdia e rolit të saj në lojë, jo vetëm si pjesëmarrëse, por si personazh që dikush e ka perceptuar si super bukuroshe. Dhe kjo mund të ndikojë në vendimet, strategjitë dhe lëvizjet e saj emocionale në javët e ardhshme. 9. Përfundim, fjalët që bëjnë histori në këtë ese nuk ka nevojë të konstatojmë fakte për marrëdhënie ose veprime jashtë shtëpisë.
përkundrazi, qendra e analizës është fuqia e fjalës dhe perceptimit, çdo kompliment mund të kthehet në instrument dramaturgjik, çdo pyetje retorike mund të krijojë tension, çdo fragment i transmetuar jashtë kontekstit mund të bëhet jehon publike. Reality show nuk shfaqin vetëm realitetin. Ata krijojnë histori nga fragmentet dhe publiku, si bashkautor, e përforcon atë histori.